Do me thënë nuk referohet në SPAK kjo, as prokuroria e Fierit për... Shiko, jo me jo, se tani duhet... Ne nuk mund të paregjykojmë, më kaloj, sepse ka ende kohë që prokuroria e Fierit ta kaloj në kompetencë SPAK. Këtë nuk e dim, po kjo është rruga më e shpejtë e mundshme që dosja t'i vi SPAK-ut. Dhe pastaj le t'ja lën topin në derë SPAK-ut dhe nëse nuk e çon deri në fund, unë do jem krahun e pushatit. Për shembull, po ta marr këtë të kurumit, bën incenerator, e di çaj. po jo më të paktën SPAK-u do gjej ekspertin mo. Që të italizë, do ta sjell. Të bëj analizat. Se këtu gjendet njeriu për të bërë analizat. Njësoj si ju. E garantuar kjo gjë, mjafton ta marrin, ti provojmë një herë. Po ti provojmë një herë. Po e morin dorë SPAK-u. Po ti provojmë një herë, po ta marrin atë dosje të shohim. Pushat, SPAK-u ka provuar që në çdo hallk të jetës ka ndryshur fuqishëm. I vetmi vend që unë bie dakord me ty është aty lart. Tek ai te Rama po. Por këtë çështje ka do të tjera. Këtë çështje ka zbardh SPAK-u në Shqipëri. Ka marrë shumë njerëz ka tani. Njerëz ka marrë, statistikë ka bërë. Po çfarë bëj SPAK-u tani? Që ka zbardh nga fillimi. S'është organ politik SPAK-u. Janë në parti politike është zërgulloj Shqipërinë. Në kuptimin e prokurorisë. Incineratori Tiranës? Akoma, s'ka vajt gjykim. Koncesionet shëndetësisë. S'ka shkuar gjykim e kene hetim akoma. S'ka vajt gjykim. Një që ka zbardhur. Kush ka vajtur gjykim? Mikrokredit. SPAK-u deri tani 5 vjet ka zbardhur vetëm se ka vjedh Beleri vota. Kjo çështje nga fillimi Guvernatori për mikrokredit. ka zbardhur. Çka çuar në personazhi që merr ti për të mbrojtur. Ka zbardhur. Është personazh shumë i dyshim bushet. Lidhje ka opozita, po lavdroj SPAK-un se këtë çështje ka zbardhur. Jo dhe të tjerat, ja çështja e Veliaj për shembull, nuk është SPAK-u që ka bërë këto ndryrjet. Këshilli bashkiake të gjithë që shkon në gjykatë kushtetuese Veliaj. Fare, jo. Po SPAK-u e ka marrë dhe i ka vendosur 13 akuza në fyt. Këtu. Sa fustane ka përfitu grupi? Të ja ka qarë. Ja ka qarë, mo, ja ka qarë. Mos e... Ja ka qarë. Ajore ka marrë SPAK-u dhe i ka bërë që... Sforcohet shumë kur e diminuar, janë 13 akuza. 13 akuza janë korrupsion, shpërdorim detyre, pastrim parash, falsifikim dokument. Me thënë, janë sopata kokës e 13-ta. Nuk janë shkelje semafori. Do me thënë. 13-ta janë sopata kokës. Andaj pra po të them, më thuaj një çështje. Nuk edhe kjo diminuimi për veshmbathjen e ajo. Më thuaj një çështje që ka zbardhur. Do me thënë, pasqyra që të ka dhënë ty SPAK-u për 13 akuzat e latashme të Erion Veliajt. Jo të latashme, janë të rënda. Si janë të latashme parë. Ti quan të rënda, unë i them të latashme. I ka qëndisur. Të rënda e që të bjenë me vite kokës, nuk është problemi tek... Të përputhet ty... Një falsifikim, ose një tentativë... Erion Veliaj 10 vjetë në kryet Tiranës. Jo fare. Po fakti, po jo pra, po nuk është kjo koncepti ligjit, fakti që e ke të arrestuar me 13 akuza për korupcion, tani ti mund të kërkosh ta qosh edhe në varje. Po i përvrasi, sepse ka... Ta i përvrasi se qëmë do të. Ne do të qojmë o për korupcion, do të qojmë o për korupcion, o për pastrim parash, o do të qojmë për shpërdojmë detyre. Ardena Metajn e ka quar se ka vil me emër tjetër. Ilir Beqen, Ministri Shëndetësisë i gjithë koncesioneve, e ka quar për lek të restorantit. Jo, është ashtur për lek të restorantit. Për për lek të restorantit, është i akuzuar zoti Beqaj për vjedhje në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal tek na falë koncesionin sterilizimit, se është edhe kallëzues zoti Panosoko, është kallëzues i parë, mos gabohem, po kallëzues ai është. Sterilizimi a shkojnë gjyqë, Po mërë zotëri, po cila është akuza? Ku e ke Beqen? Po për cilën akuza ke Beqen? E ke parë Beqen atje në gjyq. Ore, më falë, e kam djekun... Ore, kanë në rindikat... Qa bët drejtorie burgje, mua më thua të arrit. Dakor. Ore, për qëfar akuzohet Beqajt e sterilizimi? Ke gjë iden? Po të pyë seriosisht. Jo, për qëfar akuzohet? Po jo më qënë se flet, na e shpjego pra. Dosja është mbyll, ata kanë shku gjykata. Ja ka këtër gjykata. Ja ka këtër gjykata. Kë ka këthyr gjykata? Vendimin e prokurorit, pra i ka thënë Ilir Beqaj tek sterilizimi është për grup të strukturuar kriminal. Po plasja ka këthyr gjykata prokurorit. Po ju më ka konsultare për të gjë. Kundërshtova më Klod. Kaq, po ju bushati... Hajtë qoj SPAK-u. Ore, zotri, për qarë po gjykohet më zotri Beqaj? Po qatë do me thënë kjo, institucionet shumë funksionon. Po jo, shiko. Po se si funksionin tani, do të bësh gallat, nëse do me bë gallat, zbresim të kafe poshtë dhe bëjmë muhabet deri mëngjes, ne po flasim për ligje dhe për rregulla o bushat. Gallat, po, ligje, rregulla... Ore, sot Ilir Beqaj po gjykohet në gjykatën e posaçme dhe të ftoj të vish në një ditë të ndjekësh në një seancë, se ndoshta të bën mirë,
për akuzën e vjedhjes në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Ka që thjesht është. Di pse nuk e bëj Klod? Po, hajde, ndiqe ndonjëherë burë se ndoshta të ndihmon edhe në logjikën tënde që ndjek. Nuk dal dot nga gjyqi. Pa i sharë gjyqtarët. Jo, Po. edhe të them, u preka shumë se më shanë Skënderbeun. Kush më? Po qa lidhje ka kjo të shqip se e banalizon, qa e banalizon të ma betë, ore nuk është... Skënderbeun. Ore më falë se tani po e banalizon fare bisedën se së është normale kjo. Ore zotri, ne po flasim për një fakt juridik Prandaj zviun gjykatë. po flasim për një fakt juridik, Po, pra. se s'mund ta gjykosh çdo gjë nga studio këtu. Hajde ndiqe edhe në seancë aty dhe kuptoje. Skënderbeune, që na Dëgjoj tash. shan tifozët Skënderbeun, del nga gjyqi dhe raporton se je Kush prekur është? nga Mbase raporton ti Me më kë mirë. e ke Prandaj të raportimin thot. se s'po e Prandaj kuptojmë se kush s'po ka raportuar aty duke folur për Skënderbeun. Ore më fal, Tani, kush ka raportuar për prandaj zviun, Skënderbeun? po them, po Ore, vazhdojmë. nuk po flet me Elisa Spiropalin këtu zotri. Nuk e Elisa Spiropalin dhe spiropalizmin politik. Është tjetër Po pra, me nuk e Skënderbeun. po pra, po të them, nuk e Elisa Spiropalin këtu Po dhe flas për- Elisën dhe Skënderbeun. flas për Po pra, Skënderbe heroik, për kë? Kush jo janë Skënderbejt erotik. heroik? Ore, po të flas, Duhet të ndash ore bushat, Skënderbeun tu nuk e heroik Elisën, nga e kupton? Skënderbeu erotik. Elisën, spiropalizmin dhe Skënderbeun ti mbaj politika. A, Ka që thjesht është, po ja prap, këtu bijem dakord. Dhe pjesën tjetër, pastaj do ta banalizosh, banalizoje. Por këtu, spiropalizmin politik mos e sill në studion e një gazetari ose disa gazetarëve që merremi me këto çështje. Pastaj qëndrimin tënd mbahet pa lëkundur. Të fola Spiropalizmin politik hiqe nga kjo studio dhe nga ky diskutim. Heroik. Po pra, po Jo flasim erotik. për spiropalizm politik dhe Skënderbeun e ka sjell spiropalizmin politik, nuk e kanë sjell gazetarët e Kronikës. Kështu që këtu vëri pikën dhe mos e zgjasim këtë bisedën. Gjykata nuk e tha Spiropal. Po pra, te gjykata kush e ka thënë? Për Kush i ka dinjitetin e bërë Skënderbeut. kush i ka bërë dinjitetin e Skënderbeut? Hapi. Cili është Skënderbeun në rastin Zviun. konkret? Jo pra jo, se Heroi the e i gjykon kombëtar. Beqaj, po flet për Juri Kimin. Beqaj me Skënderbeun. Se kuptoj dot, po flet për Juri Kim, për heronjt e fëmijëve të Juri Kimit. Pra, të ndërruar të shikues, atë, prandaj atë. Jo më jo, thua e hapur zotri, jo me nën kuptime, s'ka Klodi, Klodi jam këtu dhe përballu me mua. Mos nën kupto. Si mos në... Mos nën kupto pra, thua e hapur, bjerin kokë bushat, mos i bjen nga Kina, bjerin kokë. Ku e ke hallin? Ku e ke hallin zotri, se ke një hall. Dhe të sqarova që nuk po flas Po pra, dhe po të them, fole për një çështje që ti nuk ke idenë se për çfarë akuzohet Ilir Beqaj dhe vjen këtu dhe diskuton dhe mban një logjik. Qëndrimin tënd mbahet pa lëkundur, unë të Duart Rokaz, bravo të qoftë që e mban. Por fakti nuk e tjetërson dot. Fakti është kokfort. të Fakti është ndërruar kokfort, të shikues, bushat. kjo ne do të vijojmë të merremi. Kemi dhe dy pyetje tjera, ju lutem, se kemi dhe dy. Dakord, mor zotri, por epitetet tjera nuk mendojnë ndryshe. Unë nuk mendoj ndryshe. Unë Ja, ju lutem. raportoj bushat. Jo, të lutem, zotri Rakipi, unë raportoj bushat. Dakord, nën kuptimet qoj diku tjetër. Dakord, e para fare. E dyta, unë të bëra një saktësim dhe saktësimi është korrekt. Ka që thjesht është. Korrektja? Ai që sa po të... Beqaj është për grup të strukturuar kriminal. Spaku po të them unë, në rastin e Beqës, Jo, më dhe në Pama po rastin e thotë është Arben për grup Ametaj, strukturuar kriminal. në rastin e Erion Veliajt, e ke vetëm me cigërima, njëri t'ju morë me shpinë, njëri t'ju morë me restorant, tjetër t'ju morë me fustanet e gruat. Është për grup Tani, strukturuar kriminal. ju pëlqen, dakord. Tani unë ta them. Shiko, edhe kjo e grupit të strukturuar kriminal, ngre pikpyetje, tani ky prokurori që ka patur bindjen që... Duke ngatruar pse u arrestua Beqaj dhe pse pranon Beqaj. vendimin e gjykatës. Arrestimi, sepse për sterilizimin ishte ndjekje me detyrim paraqitje. Tani, Për sterilizimin. U arrestua vërtet për atë, por barën e rënd të akuzës se ka për sterilizimin. Se vërtet u arrestua për sa spaku. Shpikën, Ndërsa barën e rënd të grupit të strukturuar, se është grupi strukturuar, është 10 vjet e lartë. Nuk është... Kështu që... tu do jenë, dakord. Dakord, unë po them akuza, pastaj gjykata mund ta gjejë pafajshëm. Nuk është akuzë, jo. Po pra është kërkesa e gjykatës për ta Kërkesë e gjykatës. strukturuar si. është akuzë zyrtare, si kërkesë gjykate. Për mua prokurori ka shkuar me kërkesë tjetër në gjykatë, pastaj gjykata e thotë bëje kështu si e krijoi gjykata është arbitri, nuk e di fare. Nga publiku shkruajnë. Përshëndetje lidhur me Bankersin, vetëm nga faktet që kanë nxjerrë deri tani, fali sekondu, se më mbyll, se mbyllën gjëra tani në këto orë. Po shkruan një ekspert tjetër. Jo, nuk është ekspert, po është nga njerëzit. Jo, nuk të gjema, jo.
Thot një gjë të vërtetë tani. Thot deri lidhur me bankers, vetëm me faktet që kanë nxjerrë në pa ekspozuar deri tani, automatikisht pak duhet të çel procedim. Po, dhe unë jam dakord me zotrin. Dhe duhet të jetojë edhe prokurorinë e Fierit që ka përveçuar kompetencat e SPAK-ut në këtë rast, thot njeriu. E ka detyrim ligjor të çel procedim kryesisht çdo prokuror. Të tjerat janë llaf e kot nga publiku. Thuhet kjo gjë. Tani dikush tjetër thot çoje zërin se në njëri nga ne këtu flet ngadalë, ma. Bushat nuk dëgjohesh, thot njeri. E ka sabotuar Rozhani. Jo. E ka sabotuar Rozhani. Do dhe mua kjo. Bile mua më thonë dhe miqtë e miqtë, shpesh, në ndot së gjithë. Tani, në rrugët e shikuesve do të kemi në fokus këtë problematik, që është banker. Shqipëria e këtyre 35 vjetëve, shikoni bankersin poshtë, kurumin lartë. Po dhe të tjera, po këto dy janë shembuj ne i kemi zgjedhur si tipik, shembuj tipik për të plotësuar këtë figurë ka gjigande që ka ndodhur në vendin kërënitëm, dhe ne do ta kemi vazhdimisht, dhe javën e ardhshme në thash që inxhinierin, të cilin do të telefonoj, të vi këtu dhe të komunikoj me ne, dhe të thotë gjërat e veta. Ore të mbroj dhe kurumin. Ai të vi dhe ta mbroj, me forcë të madhe bile. Është i mirë pritur. Të bëj dhe dy pyetje të shkurtra, njërën është Klodia po hetohet Mazniku dhe me Veliajn. Ta e përgjigjen Bushati. Jo. Po ta e përgjigjen Bushati pra? Po le tani u morë. Ta e përgjigjen Bushati, jo? Nuk ti je përgjigje ky tani. Po ti e përgjigje Bushati. Po mirë, do të ndryj ty ai, do flasësh ti. Ndrym Bushati dhe ta je përgjigjen Bushati. Me këtë rast, Bushati të raportoi mirë, bukur, drejt edhe pastër shqip. Apo hetohet Mazniku me Veliajn? Akoma nuk më kanë servirur materiale ekskluzive ata të SPAK-ut, si që bëjnë me i pjesë gazetarës që i kanë preferuar. Kjo është gazetare që e përdor SPAK-ut. Kush? Klodi. Jo, unë fola për vetën time. Ky është njoftim zyrtar i gjykatës tani, mos e përfshi SPAK-ut. Jo më pëlqen zoti Rakipi, e di pse? Jo, unë mendoj që ke pa gabim. Jo më e ka shumë gabim, por problemi është që unë nuk ja vë. Dëgjoj, ka i problem shumë të madh. Flasim për këtë Veliajn dhe këtë detalem. Më duro, ka i problem shumë të madh Bushati, se kur shkon në shtëpi dhe shikon veten, kam përshtypjen që pendohet edhe duket shumë qesharak, po s'po hyj kësaj gjëje.